Procesi i zgjerimit të BE-s pritet të konturohet përmes disa mekanizmave të rinj, që kanë nisur të artohen në Bruksel dhe që synojnë që vendet e reja që do t'i bashkohen Bashkimit Evropian të mos shndërrohen në Hungarinë e radhës për Unionin. Më konkretisht bëhet fjalë për vendosjen e kushteve më të rrepta, veçanërisht sa i takon sundimit të ligjit. Dhe eksperimenti do të nisë me Malin e Zi, që konsiderohet ndër vendet më pranë antarësimit nga lista e vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-s, ku përfshihet edhe Shqipëria. Një nga çështjet që po diskutohet në Bruksel është e drejta e vetos, megjithëse asnjë nga vendet anëtare të BE-s nuk ka ngritur ose nuk ka bërë ndonjë propozim konkret. Gjithsesi, kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë vetë ofruar Bashkimit Evropian duke propozuar bashkarisht një ide që dy vendet që ata përfaqësojnë, Shqipëria dhe Serbia, të mos kenë të drejtë vetoje në momentin e antarësimit në BE. Në anën tjetër, Mali i Zi është i gatshëm të pranojë mekanizma të tjerë mbrojtës, por nuk dëshiron të heqë dorë nga zëri i tij në tryezën e vendimmarrjes, pra e drejta e votës. Një darkë në Bruksel mes ambasadorëve të BE-s dhe shefit të kabinetit të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Bjorn Seibert, përfshiu gjithashtu diskutime për zgjerimin, megjithatë një propozim i Komisionit për të përshpejtuar antarësimin e vendeve kandidate përmes një procesi të quajtur zgjerimi kundërt, që do t'u jepte vendeve status antarësimi me privilegjet e të drejta vote të kufizuara, u refuzua fuqishëm sipas 3 diplomatëve të BE-s. Në një artikull të Politico, analizohet ajo çfarë po ndodh në Bruksel, lidhur me zgjerimin, por jo vetëm. Indirekt janë diskutuar edhe propozimet e vendeve që aspirojnë një antarësim të shpejtë, duke përfshirë edhe idenë e hedhur nga Edi Rama dhe Aleksandar Vučić për antarësimin e vendeve respektive në Union, por që të mos kenë të drejtën e vetos ose votës. Prioriteti i Komisionit tani është që të sigurojë që Mali i Zi dhe vendet e tjera që do të antarësohen në të ardhmen të mos shndërrohen në një Hungari 2. Traktati i antarësimit të Malit të Zi, që në thelb përcakton rregullat sipas të cilave vendet bëhen pjesë e BE-s, do të hartohet nga një grup pune i organizuar nga Presidenca Cipriote e Këshillit të BE-s me kontributin e të gjitha vendeve anëtare, thuhet në artikullin e Politico.